Rama ka arritur që nëpërmjet kësaj policie sekrete të terrorizoj dhe të trëmbi të gjithë klerikët në Shqipëri. Unë jam mysliman, unë shkoj nëpër xhami, unë takohem me qindra hoxhallar dhe të gjithë e duan Iranin dhe më thonë, kur unë i them, ore pse nuk flisni, thonë po të flasim na heqin nga puna. Më thonë, në Shqipëri Islami nuk është fe e lirë, nuk është sikur është evangelizmi amerikan, apo judaizmi, apo sigur edhe kisha katolike në një farë mënyre. Në Shqipëri Islami është një fe e kontrolluar, sidomos që prej ardhjes së Ramës në pushtet në vitin 2013, policia antiterrorit ka arrestuar me qindra besimtar në të gjithë vendin. Arrestimi më masiv i madh u bën në nëntor të vitit 2016, kur erdhi ekipi izraelit që do luante në Shkodër. Po për çështje rreziku, se nuk e bën për humor. Nuk ishte rrezik, ishte dezinformacion, se thjesht ekipi izraelit nuk donte të luante në Shkodër, se në Shkodër ka shumë mysliman, ata do brohorisnin për Palestinën, nga që ata donin që ndeshjen ta bënin pa tifoz, urdhëruan Ramën dhe Rama arrestoi 150 qytetar të Shqipërisë dhe për Izraelin burgosen njerëz. Të dregoj një shembull, është një hoxh në Shkodër, i cili u dënua përpara pak muajsh, u dënua penalisht vetëm për arsyen se i kishte bërë apel besimtarëve që mos të blenin hurma izraelite. Nga që këto hurmat izraelite janë ilegale sipas ligjeve ndërkombëtare, nga që bëhen në territoret e okupuara arabe. Për këtë policia antiterrorit i hapi çështje penale dhe e dënoi. Domethënë këtu po hape gojën nëpër xhami të flasësh për Iranin, të flasësh për Islamin, të flasësh për agresionin që Izraeli bën kundër botës muslimane, këtu të heqin nga puna. Domethënë Shqipëria nuk është vend i lirë.